Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Blendi Klosin e lë gruaja, çifti divorcohet pas 18 vitesh martesë. Blendi Klosi, deputeti i PS-s dhe koordinatori i qarkut të Dibrës për zgjedhjet e 11 maj 2025, është ndarë nga bashkëshortja e tij Nora Klosi pas një martese që ka zgjatur për rreth 18 vitesh. Sipas raportimeve, ishte bashkëshortja e Blendit që në muajin tetor 2024 depozitoi kërkesën e divorcit në gjykatën e Tiranës. Shkaqet janë të paqarta, por duket se çifti ka pasur disa probleme gjatë muajve të fundit që ua kanë bërë të pamundur vijimin e bashkëtesës. Kërkesa për divorc është pranuar një ditë para festës së Shën Valentinit më datë 13 shkurt 2025. Ish çifti kanë nënshkruar një marrëveshje notariale ku pasi kanë bërë divorcin, premtojnë se do të përkujdesen bashkarisht për 2 fëmijët e tyre. Martesa e tyre zgjati 18 vite pas janë martuar në vitin 2007. Nuk është e qartë nëse ndarja e tyre është për çështje tradhtie apo nga frika e ndonjë hetimi.